Lavdi dhe falënderimesh për Allahun fuqiplot, të cilën e besojmë se Zoti i vetëm që meriton adhurim. Salavatet dhe selamet e dërgojmë pejgamberit fundit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në kiamet. Allah na këshillon në Kur'an me fjalën e tij: "O besimtar, keni frikë dhe respekt për Zotin, ashtu se meriton ai, dhe asesi mos t'ju gjej vdekja vetëse me iman." Të dashur vëllezër, ekziston një sure në Kur'an të cilën krejt ju e dini, përmenç. E dini dhe kuptimin për kthimin e saj, por sa është madhështore ndoshta dikush prej neve nuk e di. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë në Kur'an është një sure e cila vlerën e ka sa 1/3 Kur'anit. I ka thonë ja Rasulullah, cila është ajo sure që ka vlerën sa 1/3 Kur'anit? Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, ajo është surja Kul huwallahu ahad. Allahu akbar. 1/3 Kur'anit është Kul huwallahu ahad. Ama këtu mëse këtë kuptani me mendu sikur se dikush që na pyet thotë, hoxha, unë s'di me bahatme, po mas janë 1/3 Kur'anit. Kul huwallahu ahad 3 herë me lexu Kur'anin, pe bëjmë në një hatme. Jo nga ky kuptim, por nga aspekti kuptimor. Feja ka 3 mesazhe për të cilat ka ardhur. Një ka besimin, e dyta i ka adhurimet, ibadetet, edhe e treta ka mirësjelljen, edukatën, moralin edhe marrëveshjet. Morali është mos me bëj moralitet. Morali është mos me vjedh. Morali është kur ta bëni marrëveshje me najt marrëveshjes kërshi. E dyta apo e mesme janë ibadetet, namazi, zekati, haxhi, agjerimi, respektimi prindërve e tjerë. Dhe para është besimi. Pra 1/3 Kur'anit është besim. Ajo që është kryesorja në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, kur kanë besu njerëzit në format të gabuara, i kanë thonë Allahu xhelleshanu qoftë formë, qoftë pamje, qoftë vizatime, qoftë skulptura, qoftë e kanë bërë Zotin si djalë dikuj, si bab dikuj, si burr dikuj, stakfirullah alazim. Atër Allahu xhelleshanu kur kanë pyet pejgamberin alayhi salatu wasalam, na përshkruaj Zotin ton, ta dim kuj po i bëjmë ibadet, ta dim kujt jemi të ranë në ruku dhe në sejdë, kujt jemi të lut. Allahu xhalleshanuhu me urtësinë e vet e kalon që Zotin xhalleshanu mos më e pa kërkush në këtë dunja. Musa alayhis salam ka qenë i vetmi që ka fol më shumë ti me Zotin, por më shumë ti që është afru me Zotin, që është afru te Zoti. Me trupin e tij është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur ka shkuar në Isra dhe në Miraj në qiell. Sa Xhibril alayhis salam është ndal më poshtë nuk ka mri aty ku ka shkuar Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, Musa kur e ka pyet, po ashtu edhe pejgamberit alayhis salam i kanë thonë ja Resulullah, a e ke pa Zotin? Ka thonë krejt nur, çysh më e pa? Krejt dritë, çysh më e pa? Musa alayhis salam i ka thonë, o Zot, ma mund sa me të pa. Atër Allah i ka thonë, o Musa, nuk mund është me më pa, në dunja, nuk mund kush me më pa, së është i përgaditur, e këm kryu që ashtu insanin mësë me më pa. Prej urtësisë Allah, thonë, po për me të binë ty se ti e i dashni jam, ti e robi jam, me të qetësu ty që së mund është me më pa, e kam për të mirën tonë, o Musa. Atër unë e po i shfaqem një malit, kret gure dhe shkëmbin një, nëse mali mundet me më ba mu, ball shikimit të Allahut, shfaqjes Zotit, atër thotë ti mundesh me më pa. Do ta mundsoj edhe ty. Në momentin që Allahu xhalleshanu e heki perdën e tij prej nurit, nga vetja vet, u bën pluhën e mali. Musa alayhis salam nga sikleti i malit i rat fikt. Këtë lëshu shpirti. Edhe ma tha o Zot fal, kur ardh në vete. Allahu kalon rahmet për robt, mos me e pa në këtë dunja, po e kalon edhe test, kush po i beson Allahut pa e pa. Këtu është fshetësia, një prej kushteve të imanit është me besu në fshetësitë e Zotit, xheneti, xhehenamin. Nëse do ta shihnim atëherë krejt kishim me besu, por Allahu ka thonë, atë që ka përshkruar veten, atë që ka përshkruar, edhe ka ndërtu bukur natyrën e trupin e insanit, e qiellin e tokën, sa 2 vetave që nuk besojnë. Ose inatgjia, ose budalla. S'ka të tretin, për inatës do me besu. Krejt argumentet janë në favor për me besu Zotin.
Nuk ka në botë një njeri i cili thotë që ky mikrofon është kriju vetë. Nëse dikush do të thoshte, na i themi t'ja ki nati kësaj firmës. Ose si e të po vëlla, ç'mër vetë u krijuar, a je për ti? Nëse që ky se kriju vetë atër edhe gjësia dhe çdo sen edhe insani dhe nuk janë rastësi. E Zoti ka përshkruar veten në Kur'an me surën më të mirë, që asnjë besimtar duhet me ia dhënë besën Zotit që kjo surë nuk guxon më ndryshu prej teje. Ti e din përmendsh. Ti e ke mësuar kur e ka i vogël. Por ndodh që në praktik njeriu me gabu, sidomos fund vitit. Kul huwallahu ahad. Thuaj, kush kretna. Mas pari i drejtohet Allahu xhaleshanu pejgamberit alayhi salatu sallam që ka zbrit Kur'anin e mas ti kret ummetit. Kul huwallahu ahad. Thuaj Allahu është një. I pashoq, i pa shembull. Nuk i përngjan kërkush as atij. Asaj si përngjan kërkuj. Është i pa imagjinueshëm. Çdo që imagjinon Zotin nuk është ashtu ti që po imagjinon, sepse është përderisa xheneti nuk është në imagjinatën e njerëzit, atëherë Allahu edhe më tepër. Ama që shme bëhun përdu me ditë që shoh Zotin në xhenet e shohish. Allahu Samad, Zoti është unik. Zoti nuk ka shëmbulltyr, nuk ka diçka që mundet me ju përafru atij. Lam yalid wa lam yulad. As ka lind nga askush, s'ka fillim. As se ka lindur askënd. Çdo kush që beson të kundërtën e kësaj nuk ka iman. Nëse bën pa vetdije, do të më mësu, me këshillu. Nëse bën me vetdije, Allahin i moft. Do të më pendu për ndryshe, një njeri i cili nuk e beson, lam yalid wa lam yulad. Dal pe dinit. Nuk është hajgare të dashur vëllezër kjo. Me të gjitha ibadetet, mundet me pas tolerim. S'mundesh mu fal në kam, falesh ul. S'mund mu fal ul, falesh shtrim. S'mund me marr avdes merr temum. E kini plag fashën e pak e prek me dorë të lart. S'mundesh me agjeru, e kini alternativ. Te besimin nuk ka alternativ, me thonë pak bën mës me besu. Ama shumë beso pak bën. Bën një herë mës me. Jo, nuk ka tolerim. Ka respekt për gjithë secilin. Allahu ka thënë Kur'an në surën tjetër. Lekum dinukum waliya din. Ju keni fenë ju, unë kam fenë tënde. Respekt për gjithë secilin. Mirë kuptim për gjithë secilin. Për hatër të kërkuj mëse prishtin këtë ajet. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nuk i përngjan atij askush. Nuk ka mundësi mo kufuwan ahad. Ai është i vetmi. Ai është i pa imagjinueshmi. Ai është Zoti. Çdo kusht tjetër që pretendon se është Zot, apo i përshkruan cilësitë e Allahut azza wa jall, bjen poshtë. Ç'a themi? Të gjithë pejgamberët e Zotit janë krijesa, janë njerëz, janë rob, janë të krijuar, kanë një fillim, kanë një mbarim. Aty hin Ademi alayhis salam, të cilin Allahu xhaleshano ka ndërtuar me durët e veta, që është pejgamberi më i madh që ka lind pa babë dhe pa nonë. Zoti ka ndërtuar me durët e veta, po s'është djali i Zotit. Aty hin Ibrahimi alayhis salam, baba i krejt pejgamberëve. Aty hin Musa alayhis salam, që Allahu i ka fol direkt, ma i përmendur në Kur'an. Aty hin Isa alayhis salam, një mrekullin vete, po jo sa Ademi alayhis salam. Sepse nëse dikush do të duhej të ishte djali i Zotit, atëherë do të ishte Ademi alayhis salam. Edhe pastaj i fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, vula gjithë profetëve, edhe kajmaku apo qershia mbi tort, të gjithë janë pejgamberët e Allahut xhaleshanuhu. Respektin për të gjithë, mbi kokat tona imam gjithë pejgamberët. Kush na ofendon njërin prej tyre, na distancohemi prej tij. Por nga dashnia e madhe për pejgamberët që e kemi, atëherë neve nuk i veshim cilësi këtyne pejgamberëve cilësitë Zotit. Jo, çat që i dojmë, nuk i veshim diçka që s'ju takon, se çështu na kanë mësuar këtë pejgamberët. Andaj të dashur vëllezër, mësoni kul huwallahu ahad me kuptim. Mësoni ja përkthimin. Dini se nuk ka lojë me kul huwallahu ahad. Nuk ka lojë. Edhe në fund, walam yakun lahu kufuwan ahad. Herë na pyesin që nëja. Hoxha dikush lexon me në, ishte shkruar me në,
ju për lexoni pa në. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ajo nëja në shqiptim mshifët është stili i leximit, tajwidi. Walam yakul lahu talaya. Prandaj nëse e nin dikush me në, dikush pa në, nuk është problem, sepse ajo është shkronjë e cila shkrihet mbrana lës. Kjo ishte vetëm jashtë temës. Lutë Allahu xhall që na udhëzoj, na forcoj, na fal, na përmirësoj, na I fal mëkatet tona, të prindërve tanë, o Zot mëshiroj ata që kanë vdekur prej nesh, evladët tanë udhëzojnë rrugën e drejtë. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.